Mua më kanë kërcënuar dhe me vrasje. Lezvin po deshën. Nuk kanë frikë asje unë. Më kanë thënë bile mos dilë masdite. Më kanë thënë dhe mos pi kafe kafenevet. Sepse është mafia që ka eliminuar gjithmonë ata që duan atë dhe unë. Nuk kemi frikë. Bravo qoftë rinisë dhe ne do luftojmë bashkë me ta për çlimin e Shqipërisë në kjo tradhti kombëtare të rikthejmë sovranitetin kombëtar, të përzëm mafia në Sazani, mafia në Zvërnesi dhe kudo tjetër Izraelit vitet Edi Ramos që vate na u falë atje barkas në Izrael. Edi Rama nuk largohet do se nuk e në Beogradi, nuk e në Netanyahu, nuk e në Soros e Amerikës o të ri. Sepse po të rëzot Edi Rama do i këtë gjitha këto tradhtira. Këto pasurit ka vjedhur ata. Problemi shumë i thellë. Prandaj ai zvarritet dhe bën presion nuk largohet. Kërkon një 97-2. Dhe do ta paguaj shumë keq. Zoti Limaj, a mendoni se Greqia është duke shfrytzuar këtë situatë në cilën gjendet aktualisht Shqipëria dhe si po e shfrytëzon nëse është duke shfrytzuar? Para 2 ditësh kryetari i Greqisë deklaroi se të gjithë shqiptarët me shtetësi greke që kanë marrur janë 200.000. Janë 200.000 shqiptarë që jetojnë në Greqi, që kanë marrë shtetësi greke nga hallet e mëdha ekonomike që krijoi Berisha dhe Rama dhe Berisha, të cilët ndryshuan edhe fe, kupton apo jo? Të cilët i paguan Greqia dhe deklaroi të gjithë shqiptarët që janë minoritet në Greqi, që kanë shkuar të marrën pjesë protesta, qeveria greke do të paguaj ato ditë që kanë punët zyrtare. Pra, në qoftë se në vitin 1997, nga divizioni 8 i Këmbësorisë në Janin, 900 ushtarë me uniforma civile hynë në Shqipëri, dhe të nesme hyri zëvendësministri me periodë dhe mua të mësu Shqileri, në 11 dhe masa i shpjegova kërcënimin për Shqipërinë, janë fotografitë e mëdha në krahun tim kolonel, që luftoja pa dhe unë tim se jeta ime ka qenë luftë jeta ime, bërë deklaratën tek Shqipëri për Otokin, ku përdor ajo rrugë. Tani përdor një rrugë tjetër më parë. Vinë nga Greqia, shqiptarët e vërtet, jo me atë qëllim, por i afrohet, por tani të rrëzojnë Edi Ramën. Pra, bashkimi asaj popullsie shqiptare që në Greqi, me këtë revolt të madhe popullore për shpëtimin e dheut, nuk është shpëtim o dialog. Është marrë e hapësirave të popësore dhe dretare që janë hequr Shqipërisë. Pra Shqipëria nuk është më 20.000 km2, dialog. Hiqe kilometra katror ka Sazani, hiqe zënës e tire fare, pra nuk është më 20.000, janë heq kilometrat. Pra është problem dorë, mbrojtjes teritorit të Shqipërisë. Këtu problemador. Ka më shqiptar, musliman, akështu. Jetojnë në Greqi, janë Turqi, Amerikë. Këtu problemi po shpërbëhet Shqipëria, po merren hapësirat toksor detar saja. Është shumë i thellë problemi. Tanajorinia ka kuptuar që të rësullu të bish. Natyrisht, kjo bisedë që zhvilloj me juve është në vazhdimin, janë përfmet që i thente më të ashpra, pasqë se më paran në emisionin të Roland Qafoku, Televizion Plus i kam traktuar më me duke shpjeguar dhe duke parashikuar këto kërcënime dhe në fund që thirrja e mi me madhe që kërkoha Vlorës, Vlora që hodhin në det Italin, Vlora duhet të hedhë në det Edi Ramën. Është deklaratë televizive. Populli i Vlorës dhe nga Vlora, unë ratë palë jam shqiptar, pas jam Ronjatë, e filloi këtë revoltë dhe mori për masat e mëdha kombëtare. Mbi atë dheu nuk ka jetë. Vendin e shpëtojnë vetëm adhetarët patriot idealist. Ata që vinë pushtet për të vjedhur dhe për krimin e mafjes janë tradhtarë të kombit çdo vend. Dua të tregoj diçka që është e mundur. Në vitin 1971, shefi shtatmadhërisë turke ishte Kenan Evreni.
me origjinën nga Lugina e shkëlqyre Preshevës. Nga Selanik u shkoi Istanbul dhe vazhdoi gjithë shkollat dhe mbriti shefi shtatballorisë turke Gjenerali Katolik, kushtetuta e Turkut kishte përcaktuar në numër 3 që nëse po e qeveria kërcënon sigurinë kombëtare, do hyrë shtabi i përgjithshëm. Kjo shpëtoi Turqinë. Dhe ai në mes të natës bëri grushtin e shpëtimit të shtetit dhe arrestoi gjithë qeverinë, gjithë këto partive dhe i çoi në ishull të Marmaras. Gjë e jashtëzakonshme dhe mas 9 muash u bën me referendum zgjedhje presidentit dhe populli turk e zgjodhi 2 herë president se shpëtoi Turqinë. Prandaj ky revolucion që ka filluar do përmbys të gjitha ligjet që janë bërë nga 92 deri tani, politike, ekonomike, sociale, diplomatike, kushtarake, të vendin demokratik dhe ligjor për shpëtimin e vendit, vendosjen e barazisë para ligjit për gjithë shqiptarët dhe të rikthej bijt dhe bie të Shqipërisë që përzuri nga Shqipëria Edi Rama me genocidin ekonomik. Pra, kërkesa jonë është kjo si komunitet tani, që punojmë. Rrëzimi i Edi Ramës. Kërkesa nga Spaku, heqja e imunitetit dhe rrësimetia. Krijimi qeverie teknike pa sarta së partie ose që ka qënur drejtues partie. Vetëm nga intelektual dhe kuadro me nivela kombëtare. Mas 6 muajsh referendum popullor, pra ato që thash, nga 92 deri më sot, për gjitha problemet politike, ekonomike, shoqërore, referendumi popullor do vendos çfarë do bëhet. Mas referendum popullor, që bie në masiviti, zgjedhjet përgjithshme ku populli të vendosi kush do drejtojë vendin dhe shkurtimi i deputetëve nga 140 në 80 deputet sa që takojnë sipas popullsisë, heqja e listave të mbyllura, vendosja e shtetit ligjor, arrestime masive, sekuestrimet e pasurive të gjitha atyre që nuk e justifikojnë si mas të ardhurave që kanë me bordero. Dhe pensioni minimal 400.000 në muaj, minimalja, që burimet do kthehet nafta, që po videt, do kthehen mineralet, që ka dhënë mafjes botrore dhe populli shqiptar nuk merr as lek. Pra, është bërë një program i detajuar me objekte dhe me shifra. Janë pasuri kolosale, që jo 400.000, po mund t'i vej 600.000 pension minimal. Djalo, shiku, ne nuk marrim nga nafta, nga gjithë minerat asnjë lloj leku. Asnjë lloj leku shqiptar. Mafja huaj me kryeministrin e Shqipërisë kanë bërë marrëveshje të fshefta. Vend shumë i pasur, vendi më i vjedhur botë në raport me sipërfaqen dhe popullsinë. Edi Rama nuk mund t'i them bili Shqipërisë tani, e jep pas përgjegjësi, fshehurazi një mafje. Mua nuk më duhet as Trumpi dhe as kush tjetër, mua më duhet atë dheu im, atë dheu babait. Mua më duhet populli im, mua më duhet sovraniteti im, më duan fëmijët e mirë dhe gjithë fëmijët e Shqipërisë. Prandaj u ka pat mundësi të isha milioner dhe si në këmbë, se s'kan pranuar asnjë lloj korrupsioni dhe krim të organizuar. Nësa krimin organizuar e Rama gritin në sistem, ku 95% e pasurisë kombëtare e kanë vetëm 3.5% e popullsisë shqiptare. A kuptoni? A i bëri genocidin ekonomik për largimin e 2.1 milion shqiptarëve dhe tani po na bie nga Afrika dhe nga Azia shëmbëtorë, dhe do të vi Izraeli të shfrytëzojë dhe të marrë tokën e Shqipërisë. Pra është një strategji e shpërbërjes dhe shkatërimit të Shqipërisë. Nuk është një gabim, është strategji e filluar që nga vite 92, shkallë dhe mbriti tani në sovranitetin e territorit të Shqipërisë. Shumë e thellë tradhtia, nuk janë llafe, janë fakte do di. Populli shqiptar, ky popull i shkëlqyer me të vend të begat, fat keq për këta që paguan, duhet të vazhdojnë luftën me vdekje, jo vetë për rrezimin e tyre, para arrestimin dhe burgimin e tyre të përjetshëm dhe sekuestrimin e gjithë pasurive të kësaj bande kriminale që ka vjedhur të popull dhe ka lënë kaq të varfër. Janë 780.000 pensionistë
në cilët 500 e kanë në 200.000 bëjnë luftë bukë, nësa ata deputetet që komandon ai, u e ka bërë 4.800.000 të ardhët mujore, pra ka krijuar një oligarki politike, oligarki mediatike, oligarki financiare, që kanë pushtuar Shqipërinë llumi që po shkatëron vendin. Mos mendo se nuk ka bi dhe bia Shqipëria që nuk flën gjumë natën, që shikojnë të gjitha burimet informative, i grumbullojnë në Shqip, bën informacionet, ja dërgojnë shtëpisë bardhë Amerikë, ja dërgojnë Kongres Amerikan, ja dërgojnë NATO-s, ja dërgojnë shtetet alate. Nuk jemi qorra neve të na marrë në përkëmbë një Edi Rama që nuk ka shkollë, një ignorant që piktor dështuar, kur ne jemi profesora, shkencëtar, general madhor. Na jep tani dhe hapësira toksore më strategjike të mbrojtjes së vendit. A ka tradhti më të madhe ai që di që është siguria kombëtare? A ka? Shqipëria është e zhveshur komplet, ja është libri më dorë, ja ato e ke. Libri ka dalë tani, lexoje, shikoje. Libri 9. Shikoje kapitullin e 2. Shqipëria, pafësitë e Shqipërisë pas sigurisë kombëtare. Shifra, fakte, unë nuk merre me çfarë një çdo tjetri. Unë merrem vetëm me shifra, me komente, hynë në KB, shikoj ku është pozicioni i Shqipërisë në raporte me shtetet e tjera në Kombet e Bashkuara. Andeja shkoj në Bergj në Europë, ande vini një stat, Shqipëria, Afrika e Veriut, Edi Rama me qeverinë në qiell, populli luftë bukë, gënjerë dhe mashtron. Shikoni shifra zyrtare në çfarë gjendje është populli ndershëm, shtresat e mesme dhe të varfrohen për ditë, banda e dështuar një pasuri kombëtare.